për mua është një mbledhje formale, pasi vetëm mendohet strategjia se si do të mbrohet Belinda Balluku. Qëndrimi është për të mos e dorëzuar mandatin, imunitetin e Belinda Ballukut. Sigurisht, gjithë ajo reform miliona dollarësh nga shteti Amerikan për të paprekshmit për t'i vënë para drejtësisë, është hedhur në kosht plerave nga Edi Rama, pavarësisht propagandës së Edi Ramës që e propagandoj me të madhe që reforma në drejtësi ishte një arritje e madhe e qeverisë së tij. Sot që ne shohim është kthyer në armikun më të madh të Edi Ramës, duke gjetur çdo artific ligjore, çdo artific kushtetuese për të mbrojtur në mënyrë të paprecedent zëvënës kryeministrin numrin 2 të qeverisë, e cila në mënyrë të padiskutueshme është përfshirë në korrupsion së bashku me vetë Edi Ramën dhe sigurisht do ta mbrojë sepse rënja e Belinda Ballukut rrëzon dhe Edi Ramën. Qëndrimi është thjesht justifikues për të ndjekur procedurat. Sot që ne flasim, të paktën Edi Rama është kthyer në interpretues jo vetëm të kushtetutës, por edhe në një lloj avokati për të thënë që është e mjaftueshme sot që ne flasim pezullimi nga detyra. Nëse kujtojmë para 2 muajsh, reagimi ishte shumë i fortë ndaj pezullimit të Belinda Ballukut, duke gjetur interpretime do të thoja kushtetuese, e çoj edhe për interpretim gjykatën kushtetuese, për ndërhyrje në kompetencat e ekzekutivit. Kërkoj akoma më tutje, e çoj akoma më tutje me ndryshimet në kodin e procedurës penale, ku e vendosin në mënyrë të posaçme disa persona të cilët mos pezullohen më nga detyra. Dhe sot që ne flasim, është i kënaqur